shpesh duhet me shku te dentiste? Sa shpesher ki nevojë? Për shembull, është një rregull. Një herë në 6 muaj kontroll të bëj. Bravo, përgjigja është e saktë, kështu që nuk po dojna me të lanë pa një shpërblim prej dentistit të familjes. Nëse ke mundësi në Instagram, po në Prishtinë me hy me ja bo follow edhe me u lajmëru. Që e ki kuponin në vlerë 50 euro. Kalo mirë. Atin mas. Okej. Sa dhëmbi ka njeriu? Dhëmb? Dhëmb. 36. 32. Bravo, është 32 për ty sukses e herën tjetër. Edhe një pyetje 32. Po. Për pak, po ja që për qenë korrekt, kolego në fjalë. Sa herë rekomandohet, sa shpesh me shku te dentisti për kontroll? Qësa nuk e di, për të ka dhe drejt. Mendo pak. Sa herë në vit? Në rregullisht shkoj çdo muaj. Çdo muaj. Okej, nuk i nevojë as shpesh, një herë në 6 muaj është. Si është emrit, nëse ka mundësi me ja bo follow faqes së dentistit të familjes në Instagram, që t'jemi ma korrekt edhe që kur të shkosh të njohin. Kjo është për ty. A mundesh me ja bo follow këtu? Del ka sheshe, se shpesh jemi. Jemi shpesh. Jo, të njëjtë mjetja, jo. Ku po jeton të kështu? Mirë po dësha. Hajde. S'po të bën rjete, Okej. Na premton që ja bën follow dentisti familjes. Okej, apo e lojna shikues të dashur pi besojna. Okej, kalo mirë gjithat mirat. Edhe jo. A din çka është implante për dhëmb? Implant me mjell dhëmb. Okej, çfarë lloje të implantave keme? Natyral. Edhe nëse me gozhd. Implantet, a din ç'a janë? Që vendosen? Janë dhëmb fallës që vendosen. Okej, e saktë. Atëherë, çfarë lloj implantesh keme? Ja, nuk e di këto. Po të ndihmoj pak. Monofazike edhe, mendo pak. Bifazike është lloj pothuajse. Sa herë në muaj kemi nevojë me shku me u kontrollu ose brenda vitit? 2 herë në vjet. Okej, që i bja një herë në 6 muaj, kështu që je fituese. Po, për na duhet me hy edhe me bo follow dentistin e familjes, dentisti i familjes, shife nëse mundësh. E bëj follow më një herë, për s'kam internet. A je sigurt? Okej, emri yt si është? Cilin po foljo, veç të vendosim se s'mujnë për krejtë. Apo a? E ty s'po du më të foljo. Jo, 50 cent s'më dojnë, unë e kom dhurata për juve 50 euro. 50 euro? Po, i ka i tjetë? U vrejte për zotin e madhë. Kështo, qka është implante? Implante? Ja, që të pyqe se di. Mendo pak. Implante. Implante, kur thojnë për shkoj me bo një implant dhëmbëve. Po një me implanti, vërdan. Po, qka është? Vishë po di, të ashtë Pjesë dhëmbet është implanti. Jo. Kush e dën, hajde kështu po e bojmë pse nuk na lejohet, po Ose është mbledhje. Mbjellja e dhëmbet. Ti nuk e kit, karo, për çfarë o nuk e tha. Jo, është pjesë e dhëmbet. Sa herë në muaj rekomandohet me shku ose në vet te dentiste? Muj? Në vet. Në vet muaj. Sa shpesh shkon? Nuk shkoj shpesh, po ndoshta 5 herë. Djema sukses e herën tjetër. Jo. Përshëndetje, e kena një pyetje për ju, në rast që ki fat edhe mundesh me fitu 50 euro në formë të shërbimit. Implantet, çka janë? Implantet? Po. Dhamin, të çka për dham, për mi me mbjellja dhëmbit? Po, mbjellja dhëmbit. Fituese, po çka na duhet? Është me bo follow dentisti i familjes në sy të ekranit që me qenë sa më korrekte. Okej, për ty? 28. Përgjigje sakt, sepse dhëmbi pjekuris, me raste dhe nuk llogaritet, kështu që
E kena një kusht me marrë telefonin edhe me ja bu follow, sepse ti dosh me ju shkrua atyre. A është okej për ty? Okej, dentisti i familjes. Sa bregjonin mbrojtës. A është K-pop në apo? Kapon, po, dentisti i familjes.